Partitë opozitare kanë paralajmëruar vazhdimin e përpjekjeve dhe aktiviteteve në kundërshtim të politikave që po udhëheq qeveria e koalicionit të dy partive më të mëdha në Kosovë. Përfaqësues të tri partive opozitare Driton Çaushi nga Lëvizja Vetëvendosje, Donika Kadaj Bujupi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Valdete Bajrami nga Nisma kanë konfirmuar se më 9 janar opozita do të thrasë një protestë në Prishtinë, në të cilën do të kërkohet që të zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me marrëveshjen me Serbinë për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe. Sipas së gjykatës kushtetuese, disa parime të kësaj marrëveshje nuk ishin në harmoni të plotë me Kushtetutën e Kosovës, andaj opozita kërkon që ajo të anulohet. Nënkryetari i Vetëvendosjes Driton Çaushi ka thënë se protestat do të vazhdojnë, njësoj siç u protestua gjatë 4 muajve të fundit, në përpjekje të bllokimit të zbatimit të marrëveshjeve të cilat sipas tij janë të dëmshme për Kosovën. Protesta e 9 janarit ka theksuar ai do të jetë paqësore. Me qëndrime identike janë paraqitur edhe dy parti tjera opozitare. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, pavarësisht se çfarë forma të represionit do të përdorin ndaj opozitës, ne nuk do të ndalemi. Do të vazhdojmë të jemi kundër marrëveshjeve, do të kërkojmë zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Dhe ky vendim duhet të vlejë për të gjithë dhe duhet të zbatohet, ka theksuar Donika Kadaj Bujupi. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa paraprakisht kishte deklaruar se akti gjykimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me parimet e marrëveshjes për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe nuk e pamundson themelimin e këtij trupi. Mustafa është zotuar se vendimi kushtetueses do të respektohet dhe zbatohet në kuadër të statutit dhe se vetë dekreti i themelimit të asociacionit do të vlerësohet nga kushtetuesja. Ndërkaq që në lidhje me vazhdimin e përplasjeve ndërmjet pushtetit dhe opozitës dhe protestës së paralajmëruar për 9 janar, Mustafa ka thënë se pret që qytetarët të rinë anësh dhe të mos bëhen pjesë e skenarëve politik. Përmes protestave është parë që opozita nuk e ka përkrahjen, sepse në të gjitha tubimet janë bërë deri më tani ka qenë një numër i kufizuar i qytetarëve. Unë pres që kështu do të jetë edhe më 9 janar, por ajo që unë do të parapëlqeja më shumë është që ta ndrojmë këtë metodë të shprehjes së pakënaqësive, dhe këtë ta bëjmë në kuvent, përmes dialogut dhe argumentimit të gjitha çështjeve, ka deklaruar Mustafa.